ndoshta mund të jetë strategji. Ju si e gjykoni? Do të thotë si njëri që punoni në kompani, që bëni sondazhe dhe që jeni shumë afër asaj çfarë ndodh në shtëpinë e bardhë. Çështja e Iranit. Është një gjë që zgjidhet shpejt, është një gjë që zgjat. Në një farë sensi Trumpi e ka në dorë cilin format merr zgjidhja e Iranit, sepse po të shikosh të gjithë sondazhet, jo vetëm sondazhet tonë, ai ka 90% suport nga baza e tij MAGA. Republikanët e Make America Great Again. Një nivel suporti stratosferike. Në një farë Suport në lidhje me çfarë? Në lidhje me veprimet që ka marrë kundrejt Iranit. E suportuan për goditjen dhe fillimin e luftës, 90% mesatarisht, e suportuan për ndalesën e luftës. Se MAGA në thelb është anti-luftë. MAGA në thelb është anti-luftë. Dhe ju po më thoni që 90% e kësaj e këtij brumi e mbështesin dhe e suportojnë edhe në luftë kundër Iranit? Po, sepse kanë besim tek ai. Dhe në një farë sensi, fakti që Trumpi nuk është në nxitje për t'i rënë prapë Iranit, është sepse po vendos akoma dhe po thellon besimin me këtë bazë, duke ju thënë dhe duke ju komunikuar që unë nuk jam në nxitje për të bërë luftë, mua nuk më shtyn Izraeli dhe Netanyahu për çështje që kanë interesa globale, si për Amerikën, interesa politike dhe gjeostrategjike, por dhe për ekonominë globale, unë do arrit dillin që dua dhe ky dill do ketë heqjen e armëve bërthamore nga Irani, që ai e ka thënë dhe ka stipuluar si synimin i tij kryesor, dhe hapja e gjirit të Hormuzit, që është bërë një çështje pas veprimit fillestar në këtë zonë. Dhe po të shikosh parametrat e planit që u shpall këtë fundjavë, ai po i jep Iranit 60 ditë kohë për të hapur gjirin e Hormuzit, nëse ata lejojnë çdo anije tjetër të kalojë nga vendet e tjera, Trumpi do lejoj anijet iraniane me naftë për të vajtur në Kinë, për të shitur në vendet ndryshme naftën. Do me thënë, është në bazë të performancës së tyre që blokada ose do qëndrojë ose do hiqet nga Amerika, dhe ju jep 60 ditë kohë për të krijuar një plan konkret për heqjen e armëve bërthamore dhe materialit nuklear që është përpunuar deri tani. Nëse për 60 ditë nuk arrihet diçka pozitive, ai fiton me uljen e çmimeve të naftës dhe në një farë sensi i jep marketeve më shumë kohë për të rikalibruar me një realitet të ri, dhe prap ka opsionin për t'i rënë në Iran, sepse ka gjithë flotën amerikane përreth Iranit dhe në gjirin Persik. Dhe ka gjithë opsionet në tavolinë. Pas zgjedhjeve të mesme. Po, ajo është, do me thënë, sepse për zgjedhjet midterms janë 50-50 pak a shumë. Mund t'i shkoj keq, mund t'i shkoj mirë. Prognostikimi im personal është që në këtë moment, nëse gjërat qëndrojnë siç janë, demokratët fitojnë shtëpinë e përfaqësuesve, dhomën e ulët, republikanët e mbajnë senatin, që është shumë esenciale, dhe e lejon Trumpin pak a shumë të vijojë me agendën e tij në mënyrën se si e ka shtruar. Shansi që republikanët do humbin senatin është shumë i ulët, por shansi që republikanët mund të fitojnë edhe dhomën e përfaqësuesve është shumë herë më i lartë se sa prognostikohet. Dhe këtë e shikon në pyetjet e ndryshme që bëhen në sondazh, që nuk janë, amerikanë thonë horse race, gara e kuajve, kush është sipër, kush është poshtë, kush po fiton, kush po humb. Janë pyetjet e tjera që janë akoma më interesante, që përcaktojnë rrethanat